Prandaj kur Allah I ka shpërblyer njerëz të caktuar me një drejgje që quhet el-unsu billah, apo el-uns billah është që njeriu të ndihet mik me Allahun azza xal. Kjo është drejgje e lartë, nuk kjo sfitohet lehtë, është shkallë për medarijus salikin, për shkallët ato që u thonë ka Allahu azza xal, është shkallë që njeriu pastaj kur është vet me Allahun xhallahu ala ndihet më I sigurt se po të ishte I rrethuar me ushtri. Kjo është uns billah. Për fjalës uns që nuk kupton një lloj shoqërie, një lloj afrimi, një lloj miqësie të afërt të një lloji të posaçëm. Që njeriu gjithmonë mund ndi kështu. Prandaj, padyshim, ne nga natyra jon jemi që vetmia është padyshim jo e favorizuar shumë. Njëri më tepër ka që më kon në shoqëri, nga se është qenie sociale, është qenie që e lyp shoqërinë. Kjo është në esencë, ose po them me e luftu në dëshmërinë. Mirë po, njerëzit e caktuar që kanë arritur këtë drejgje, ata në pjesë caktuara të natës, apo ku ndoshta të gjithë janë të flajt, është I braktisur, është I vetmuar, ndoshta në shtëpinë e tij I vetmuar, e ndin veten shumë afër me Allahun xhallahu ala me një lloj shoqërie të posaçme që nuk e ndin as më njëri më të afër që ka në kësaj bote. Kur të komunikon me Allahun xhallahu ala, e ndin se është duke bënë një muhabet më të këndshëm të mundshëm që ka bërë, ndonjëherë me shokun e tij më të afër që ka. Në preton një kënaqësi të posaçme për shkak të kësaj drejgje që quhet el-uns billah. E Allah të garanton ty, të siguron se nëse ti je në rrugën e tij dhe ti e kërkon shoqërinë e tij, ai të siguron se ti me gjithë ke arritë atij. Prandaj, fjala Allahut el-mu'min është një siguri për besimtarin se përpjekjet e tij nuk do shkojnë hoq. Mundi I tij nuk do të shkon hoq. Se Allahu xhala xhelalu e siguron dhe kur thon nuk shkon hoq, nuk po flas për ahiret, po flas për këtë dunja. Këtu Allahu të siguron se ti prej këtu kimi filluar me I shiju frytet e mundit tën. Kimi shiju ëmbëlsirën e suksesit tën dhe të arriturave tua në rrafshin e adhurimit të Allahut azza xal. Andaj këtë siguri e bart me vetë emri Allahut el-mu'min. Andaj I siguron të gjitha krijesat një herë, në nivel të përgjithshëm se Allahu nuk u bën padrejti. Dhe gjitha këto I siguron në mënyrë të posaçme besimtarët se Allahu xhallahu ala u ofron një siguri të posaçme, e sa nuk kupton vetën e saj një lloj shoqërimi, një lloj afrimi, një lloj komunikimi të llojit të posaçëm mes robit edhe Zotit të tij. Andaj ata që e kanë shijuar këtë ëmbëlsi, padyshim se nuk kanë pas mundësi pastaj me krahasu me asnjë komunikim në jetën e kësaj bote. Prandaj sikurse disa prej selefëve kur janë ngritur në fal namaznate kanë thonë qad khala kullu habibin bi habibihi. Tash këtë pjesë të natës të errët apo këtë pjesë të vonuar është vetmuar çdo I dashur me të dashurin e tij, apo çdo e dashur me të dashurin e tij. Janë vetmuar tash, por ndërsa unë po vetmuara me dashurin tim, Allahu xhallahu ala. Shikoni e ka krahasu për të asaj çka pretendon dikush kur është në vetmi me ato që e dën, se ka po ndoshta moti ose ka të afërt ose ka partner të jetës ose çka do qoftë, në vetmi njëri më dikon që s'ka net moti ose I shkon muhabeti ose e dën, nuk shikon mua akrepat e orës, apo po mund me shku 4-5 orë dhe më duk se më kon 10 minuta. Për çfarë arsye? Për shkak të ëmbëlsisë së komunikimit dhe shoqërisë së mirë që po ndjente. Ka ne kur nuk je shoqëri të mirë, duket gjysmore si 10 sahat ato. Mendzi për të muçu, se shoqënia nuk është e përshtatshme. Po kur je në shoqëri të mirë, me orë të tëra kalon dhe ty nuk shkon mend me kthyer akrepin e orës apo. E ka pas njerëz që këtë shoqëri të mirë e kanë përjetuar me Allahun xhallahu ala. Andaj për ta nuk ka qenë më rëndësi sa është ora 1 apo 2 orë apo 3 orë kem të net o Zot me ty, s'është më rëndësi më kjo apo. Nga se e rëndësishme është që na u kënaqem. Dhe për plot peserevit apo dalja e agimit dhe hyrja sabat ka qenë një lloj mërzie që me të vërtetë janë mërzi special pse përfundoi komunikimi tash për shkak se perandoi kushtimisht pjesa e natës dhe po fillon agimi atë. Dhe kjo është el-unsu billah, që Allahu të garanton dhe të siguron se nëse ti ec rrugës së saktuar dhe ti don të jesh në shoqëri me të, ai të siguron ty me emrin Allahut el-mu'min, siguron se pionësi nuk do të mungon përkrahja dhe nuk do të mungon shoqëria nëse ti don me qenë në këtë shoqëri me Allahun xhalla xhelalu. Dhe mendoj që kjo është padyshim një lloj përgëzimi për neve si musliman që nëse ecim si duhet dhe zbatojmë sikur duhet ato që kërkohet për neve, me lejen e Allahut, Allahu na siguron se do të përjetojmë përjetime të këndshme, të mira, mos sikur që kanë përjetuar ata që na kënaqën veç kur i ndëgjojmë rastet e tyre.